Dita e fundit e regjistrimit të nxënësve për në klasat e 10-ta ka sjellë një fluks të madh në gjimnazet e kryeqytetit. 11 shtatori, vendosur nga Ministria e Arsimit si afati i fundit i regjistrimit, ka bërë që edhe sot mjaft prindër e nxënës të presin pas dyerve të shkollave në radhë për të bërë regjistrimin. Edhe këtë vit, problemi me të cilin po hasin drejtoritë e gjimnazeve është ai i fluksit të madh të kërkesave nga nxënës që nuk janë pjesë e njësive administrative që përfshin gjimnazi. Prindërit dhe nxënësit në gjimnazin Ismail Qemali ankojnë se gjatë ditëve të regjistrimit nga drejtoria janë pranuar nxënës me nivel të ulët mesatareje, ndërsa nxënësit e mirë nuk pranohen për shkak se është plotësuar tashmë numri. Nuk bëjnë regjistrim, marrën numrin, janë regjistruar nga e shkollë, që unë i njoh se jam në lagje, me 7.5, me miq, me ndërhyrje, me të gjitha. Edhe në gjimnazet e tjera të Tiranës, si ai i Partizanit apo tek Sami Frashëri, situata paraqitet e njëjtë dhe drejtuesit e tyre jashtë kameras pohojnë se numri i nxënësve tashmë është plotësuar. Në të gjithë vendin deri më tani janë regjistruar mbi 50.000 nxënës në vitet e para të gjimnazeve. Regjistrimet do të vazhdojnë deri në orën 18 të pasdites së sotme.